Taala ta shkalojmë te ajo se si ne si musliman mundemi me e realizu bindjen në jetën tonë. E para vëllezër është që ti si musliman mu fortifiku, mu rujt edhe me rujt veten, me bën buroj rreth vetes me çka? Me dije të saktë fetare. Me mësu sa më shumë për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Me njoh vëllezër edhe të kotën pa vërtetën, mirë po jo që ti me e pasu, mirë po me ditë me dallu cila është e vërteta, cila është e pa vërteta. Ata vëllezër duhet me ditë vëllezër qartë edhe mirë se bindja ka nevojë për dije rreth fesë të Allahut subhanahu wa taala. Po sa më shumë që të shtohet dija për fenë e Allahut subhanahu wa taala, aq më shumë ka më të shtu bindja. Kjo arrit pra vëllezër kur ti mëson besimin e saktë, mëson tauhidin rububie, mëson sakt argumentet për ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala, për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, mëson rreth tauhidit uluhie, se si duhet me adhuru vetëm Allahun pa i bërë shirk. Mëson rreth tauhidit asma wa sifat, rreth emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala, çfarë kuptimi madhështor kanë këto cilësi dhe emra të Allahut. I zbaton pastaj ato mësime në jetën tënde. Mundohesh me lezu rreth dyshimeve që njerëzit i përhapin rreth tyre, mirë po gjithmonë duke pas kujdes si që ta marrim, edhe mënyrën se si pastaj ju kundërpërgjigj atyre. Gjitha këto vëllezër ta shtojnë bindjen në Allahun subhanahu wa taala. Kjo dije vëllezër që po ta shtoj ka bindje nuk është çfarë do lloj dije vëllezër, duhet me pas kujdes vëllezër, siç kanë thënë brezat e parë të Islamin, inna hadha al-ilma dinun, vërtet se kjo dije e fesë është fe. Fandhuru amman ta'khuduna dinakum, këshirni mirë se prej kujt po e merrni fen të juve. Më pas kujdes vëllezër nuk merret dija fetare prej çdo kujt. Mirë po merret do thot prej burimeve të sakta, prej Kur'anit, prej Sunetit, prej ixhmas, konsensusit dietarëve. Merret prej kiasit, domthon analogjisë saktë. Merret domthon prej Kur'anit, Sunetit, gjitha këto çysh i kupton ti vet, jo. Çysh i kanë kuptuar brezat e parë të Islamit. Çka vëllezër është ajo që ty trun, edhe ta shton bindjen Allahun subhanahu wa taala. Çështja tjetër vëllezër është se ne duhet të edukohemi me edukat, mirëfill të imanit, edhe pashtu duhet të edukohemi vëllezër në mënyrë racionale, në mënyrë logjike të marrim senet. Do të mënyrë logjik shnosh e cila nuk bën ndesh me mësimet e fesë, mësimet e Kur'anit edhe Sunetit. Do thotë ne vëllezër me realizu imanin, me forcu imanin, duke ditë se si me argumentu vëllezër për çat iman që ti e ke. Qofshin ato argumente fetare, qofshin argumente çka logjike, se kjo ta forcon vëllezër bindjen, edhe bën që ti me pas ka larg pamësi, edhe stabilitet në fenë e Allahut subhanahu wa taala.